Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi protestën e cila vijon të mbahet çdo ditë përpara kryeministrisë dhe kryesisht në marshimin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku protestuesit qytetarë shqiptar kryesisht kërkojnë rrëzimin e Edi Ramës dhe dorëheqjen e tij. Por çfarë pritet të ndodhë ditën e sotme në protestë, ku pritet të ketë mijëra protestues? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera mjaft të nxehta të opinionit publik dhe atij politik kryesisht, ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, protesta vijon dhe sot pritet hyj në ditën e saj të 13. Ju si e shikoni këtë protestë dhe ku edhe sot priten të mblidhen rreth mijëra protestues? Në këtë rast, a mendoni se vijimi i kësaj proteste mund ta arrëzojë Edi Ramën? Patjetër që protesta do vazhdojë dhe Edi Rama do rrëzohet. Po unë i bëj thirrje Edi Ramës të iki se është në kohë. Të iki sa më shpejt, pa futur policinë dhe Gardën e Republikës në luftë me protestuesit. Se në qoftë se nuk iki, ta di që do përplaset. Kthim mbrapa protesta nuk ka zotëri. Në qoftë se ai vazhdon të qëndrojë me kokëforci, si qëndrojnë të gjithë diktatorët, do psoj fatin e Mubarakut. Do psoj fatin e atij të qeverisë që kishte ai, Asadit. Do psoj fatin e shumë diktatorëve të tjerë që kanë përfunduar në Koshtin e Plenave. Tani ajo që më shqetëson mua dhe që dua të njoftoj dhe të bëj një thirrje qytetare, njerëzore, prindërore, të gjithë oficerëve dhe policëve të policisë dhe të gardës. Largohuni nga ky njeri dhe nga këta bandit që kanë uzurpuar pushtetin, sepse ju e shikoni të dashur vëllezër dhe motra që shërbeni që keni armën në dorë, largohuni nga këta bandit që kanë uzurpuar pushtetin, nga këta tradhtar dhe nga këta tregtar të pasurisë dhe të kombit shqiptar. Këta po shesin, nuk është zvërneci zotri polic dhe gardist, nuk është zvërneci është një pikuj, por është shitur Shqipëria tek qifutët, dhe nuk është Kushneri ai që e kërkon Sazanin, është Izraeli. Nuk është Kushneri ai që kërkon zvërnecin, është Izraeli që kërkon nga Palasa deri në Durrës. Është Izraeli që kërkon të bëjë ngulimet e tij, të vendos kolon aty dhe pastaj ta pushtojë siç e ka pushtuar Palestinën. Ndaj keni kujdes se ne nuk do ta lejojmë këtë, të nderuar të dashur vëllezër policë dhe gardistë. Nuk do ta lejojmë këtë gjë. Populli nuk e lejon, se unë jam përdit me ta në protestë dhe i di gjë se çfarë thonë. Mos mendoni që rrin urt deri tani edhe do rrin urt gjithmonë. Absolutisht jo. Do çojnë dhe do t'ju përmbysin. Por që të mos vi me dhunë kjo punë, të mos vi me gjakderdhje, lini kapelat të shesh. Ashtu siç e bën para ca vjetësh në Francë, që policët hoqën skafandrat, ulën dhe bashkuan me turmën. Kjo u takon të bëni, dhe këtë duhet të bëni. Në mes tuaj ka patronazhisht dhe ka spion. Identifikojini ata dhe largojini nga vetja. Ju që jeni njerëz të ndershëm dhe doni të rrisni fëmijët këtu. Ju. Zoti Islami ka denoncime të ndryshme në media sa i përket presionit që po ushtrohet mbi administratën për të marrë pjesë ditën e sotme në antimitingun që është quajtur të Edi Ramës me rastin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Ju si parashikoni këtë antimiting, pra po themi që Edi Rama kërkoi të mbajë kundrejt protestuesve, dhe si e komentoni faktin që pushteti po ushtron presion kundrejt administratës? Faleminderit që ma bëre pyetjen. Sinqerisht këtë ta them me gjithë shpirt, jo se jam në intervistë, po të falenderoj me gjithë shpirt si qytetar, si njeri, si prind. Unë e di që gjysma e administratës nuk e do këtë pushtet. Unë e di që gjysma e administratës punon me shpirt në rrëmë. Ashtu si kundërdi dhe atë tjetër që sot kishte shpërndar një proklamata e një qarkore, një urdhër që secili nga antarët e kryesisë Partisë Komuniste të Edi Ramës të marrë, duhet vi patjetër me 15 persona të tjerë me vete.
Pra, presion I hapur, shantazh kriminal, shantazh banditësh, shantazh bande hajdutësh dhe kursarësh, të cilët I detyrojnë bashkëpunëtorët që t'i shoqërojnë. Unë I thirrja administratës shqiptare. Të nderuar zonja dhe zotërinj që punonin në administratën shtetërore, qoftë në bashki, qoftë në komuna. Distancohuni nga këta bandit. Mos e mirëni veten dhe fëmijët tuaj në qafë. Edi Rama kërkojnë që kur të rrokullishet të marrë dhe ju me vete. Por në qoftë se ju dëmroni Edi Ramën, do shkoni bashkë me të në gremin. Po a them, nga eksperienca që kam gjatë gjithë jetës time, po vetë 80 vjeç, dhe e di se si veprojnë diktatorët dhe çfarë bëjnë, çfarë ndodh kur ata përmbysen. Se që do përmbyset diktatura në Shqipëri, kjo ka marrë formën e prerë, është bërë fakti kryer tash. Protestuesit atje nuk dalën për të hedhur valle, siç deshin ca ashtu quajtur lëvizje politike, edhe ca bandit, ca veturina që dalën nga gjirizet e ujrave të zeza dhe thonë është Shqipëri e re. Protesta është e të rinjve dhe është për Shqipërinë e re. Nuk është për Shqipërinë e re protesta, s'ka qenë ndonjëherë. Ju që rini atje, një 15-20 tropojanë sa rrini atje te mikrofoni që nuk na lejoni të flasëm. Jeni identifikuar, ta dini. Jeni identifikuar me emër, me mbiemër, me gjithçka. Thirrini mendjes dhe mos pengoni njeri atje. Thirrini mendjes dhe lërini qytetarët e moshuar dhe të pjekur që të flasën, se nuk janë rinoshët 15, 20, 25 vjeçar që e din historinë dhe hak. Dhe jemi ne që e dim hallet e Shqipërisë, jemi ne që e dim se si ka vepruar kjo parti që na 41 deri më sot, jemi ne që i dim krimet e tyre, jemi ne që I denoncojmë dhe identifikojmë, I kemi identifikuar me kohë krimet e tyre. Prandaj këta që ju thonë juve është mos lejoni të flas me emër makini ka vajtur urdhri atje, me emër Zaçi Islamit, mos flas, mos afrohet te mikrofoni. Dhe cila është arsyeja në këtë rast? Arsyeja sepse Zaçi Islami ka denoncuar aferën dhe pushtimin e ftohtë të Shqipërisë nga Izraeli. Arsyeja është ku e bazoni gjë të tillë? Ku e bazoj? Shkoni në Vlorë ta shikoni bazimin, po se jo. Shkoni në Vlorë, dakor. Mua më vinë mesazhe nga vlonjatët dhe thonë të palltia e Vlorës ishte dhënë çifutëve. Zvërnesi ishte dhënë, ishulli zotëri qarkullon me. Ka gjë konkrete deri tani, prandaj. Ku e kërkoni ta gjeni konkrete se s'po kuptoj. Ku? Te shteti nuk jep informacion. Mediat nuk lejojnë që ta thonë të vërtetën. Dhe po e them unë. Hajini me mua të vemi në Vlorë. Po ju çoj unë, po ju sjell unë, po ju shoqëroj të filmoni ku të doni, në Nalëncin, jo më larg se që para gjysmore më vjen një video nga Zvërnesi dhe një grua me flamur në dorë del dikush atje dhe I thotë nuk lejohet flamuri këtu. O Zoti i Madh! O Zoti I Madh, ku jemi? Të thuash në tokë shqiptare nuk lejohet flamuri shqiptar. Çfarë duan më shqiptarët të kuptojnë që toka është pushtuar nga Izraeli, nga çifutët e Rothschildit? Zoti Islami, si e parashikoni po themi antimitingun e Edi Ramës ditën e sotme dhe protestën nga ana tjetër? Si mendoni, a rrezikon të ketë një përplasje dhe Edi Rama t'i provokoj protestuesit? I lutem të madhit Zot që të ketë përplasje, që të turbullohet. Po jo tani se mund të I lutemi të ketë përplasje tani, se nuk është zgjidhje kjo. Mos u lut ti, lutem unë, I lutem Zotit që të ketë përplasje të turbullohet njëre mirë, e të kullohet tamam se ç'është përkulluar. Sepse nesër vinë miliona, janë të paktën 2 milionë shqiptarë që dalin nesër në protestë. Pra, ndaj u them administratës, mos I shkoni atje këti banditi që kërkon të marrë me vete, këti Zagari që ka shitur Shqipërinë dhe vete thot pa pik turpi që ai Zvërnesi thot dhe Sazani nuk është I Shqipërisë. E kuptoni deri ku ka arritur, e kemi video, doni t'ua jap apo e keni e gjeni vetë në YouTube. Atëre ku jemi? Çfarë duan më shqiptarët ta kuptojnë tradhtin dhe shitjen? Se u vra Esat Pash Toptani se bëri një marrëveshje në letër që nuk e realizoi dot.
Nësa ky po shet gjithë jugun e Shqipërisë dhe nuk ndjet njeri. Ka mbetër, ka më burra këtu, të vënda po s'ka more. Ka më gra apo s'ka nga ato gra që furnizonin me xhepane kryengritësit dhe luftëtarët e 1920-s. Ka më nga ata njerëz, kanë lënë njerëz mrapa apo s'kan lënë. Se nuk po shuhet Shqipëria nga një tradhtar, nga një fëllëqësir, nga një lum i dal nga gjerizet e Partisë Punës, që quhet Edi Rama. Çfarë bëjnë këta unukët e parlamentit? Se s'më thonë, se nuk flasin. Kush ka mbyllur gojën e unukëve? Po më del një zëngjine atë një dhe dele thot Partia Socialiste do çojë Shqipërinë në Evropë. Cili Evropë moj? Jo më jo, nuk do vemi në Evropë, ta dini. Nuk do vemi asnjëherë në Evropë. Ne do bashkohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje kemi vendin. Ne shteti që na mbështet dhe na ka shpëtuar deri më sot, të gjallë si shteta shqiptar, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ish presidenti Wilson, është amaneti i George Washingtonit, ta din mirë këta krimbat e kërmave të ngordhura, këta në ata janë, këta që drejtojnë sot Shqipërinë, që mbajnë njerë të ndyrë. Dhe kanë dhe lakejt e tyre, që del dikush atje me një zë, një mashkull me një zë fëmre, që të vjen dot ta dëgjosh, ta shohësh si mashkull dhe ta dëgjosh si fëmër të vjen dot. Dhe del edhe thot, do bëhet Shqipëria e re, thot, edhe protesta është e të rinjve, thot. Dhe nga ana tjetër bën propagandë të jashtëzakonshme për lëvizjen e tij. Ja ka thënë Orsi Azegjiu biografinë. E din mirë shqiptarët se për kë flas, se nuk e ndyj gojën nuk t'i them emrin atij. Pra këta janë që dalin edhe thonë protesta është për Shqipërinë e re, ç'është Shqipëri e re. Kujt ja thonë? Jo më jo, kemi dalë për Shqipërinë etike dhe do bëhet Shqipëria me kufit natyror. Ka mbaruar ajo punë, është prera i kostum. Të përcasin këta dhe të hynë dalë dhe njëra nga kanë dalë, nuk do shkojë e tyre, do bëhet Shqipëria etnike. Zoti Islami, të ndalemi pak tek një deklaratë që ish-ministri e jashtme Arta Dade ka bërë kundrejt asaj që po ndodh, por në një farë mënyrë edhe ndaj Edi Ramës, ku thekson se në një reagim pra që ka bërë Arta Dade, ai thekson se mbi gjitha kjo protestë nuk është kundër së majtës, përkundrazi ajo ka kërkesa thellësisht të majta dhe sociale, kërkesa për barazi, për mundësi, për mbrojtjen atyre që kjo qeverisje i ka lënë pas dore. Ndaj kjo është një revolt dhe kundër zaptimit të së majtës. Ajo që ndodhi me Partinë Demokratike në vitin 1990, kur Sali Berisha e ktheu atë në pronë private dhe zaptoi të djathtën, po përsëritet sot simetrikisht me Partinë Socialiste. Ky zaptim duhet marrë fund, shkruan Arta Dade. A mendoni se dhe njerëzit afër Edi Ramës tashmë, qoftë ata që kanë shërbyer para socialistët e vjetër, që kanë shërbyer në qeverisit e mëparshme, por qoftë edhe këta që janë aktualisht, a mendoni se në një moment do të dalin kundër në blok kundrejt asaj që çfarë po bën Edi Rama? Janë të vonuar. Unë jam antikomunist, por në këtë rast shikoj me kënaqësi, më bëhet qefi që ka një nga ish udhëheqësit e Partisë Punës Shqipërisë, një ish ministre jashtme diplomate e Shqipërisë, i ka marrë kthesën dhe i drejtohet Edi Ramës dhe i thotë ik zhduku. Ajo deklarate e zonjës Arta Dade është pas të qartësisht një urdhër që Edi Rama të zhduket nga Partia Socialiste dhe nga pushteti. Saktësisht të tërë shikojnë tani dhe kanë përgjegjësi. Zonja Arta, po të drejtojmë këte, unë jam Zaçi Islami, shikoj mirë me kujdes dhe me vëmendje. Po të drejtojmë nga ekrani i kësaj medje të nderuar, të shkëlqyer, që hap derën për të gjithë ne advetarët shqiptar, po të drejtojmë dhe po të them. Ktheuni në kryesinë e partisë të cilën u ka rrëmbyer një fëllëqësir që quhet Edi Rama. Ktheuni dhe jeni me të vërtetë të majtë se mua më duhet e majta se s'bën. Dhe dini pse më duhet zonja Dade? Nuk më duhet që të bëhemi majtë, po më duhet që të më jap shpullën të rije ku nuk qeveris mirë. Për këtë më duhet e majta mua dhe për këtë shërben e majta në gjithë botën. Prandaj zonjë,
të përshëndes për këtë që ke thënë, realisht të përshëndes, me gjithë shpirt, dhe kërkoj që dhe të tjerët që Edi Rama i eliminoi me kujdes dhe me shantazhe dhe me depresionet e jashtëzakonshme, që i largoi nga kryesia e kësaj e partisë tuaj, të ktheheni dhe të merrni situatën në dorë, se Shqipërinë ky charlatan po e çon drejt greminës. Ky po shet gjithçka në Shqipëri. Ky s'ka si bëj që të komandoj dhe ajrin të na jap me para. Ky pler, që quhet Edi Rama. Zoti Islami, si mendoni, a do ta japë Edi Rama dorëheqjen nëse protestat vijojnë të jenë të tilla kaq intensive, dhe nëse jep dorëheqjen, pra cili do të jetë fati i tij? Si njeri psikik që është ai, me kartel, si njeri smur që është, ai nuk do jap dorëheqje. Po ta them unë, nuk do jap dorëheqjen. Këta tipa unë i njoh mirë, këta shkojnë deri në vdekje në mendjen e tyre. Por unë shpresoj tek ata që rrethojnë t'i thërresin ata mendjes. T'i thërresin ata mendjes sepse ai po i rrokullis dhe po i merr të tërë në gremin, se është fakt i njohur historik që diktatorët shpurën e tyre mbështetëse, piramidën e tyre e marrin me vete në gronë. Ndaj kam shpresë që dikuj do t'i vi mendja hajrit aty kur thot populli, dhe t'i thot, o idioti, thot, debil, ku po na çon? Kush je timur që thua ai Ishulli Sazani nuk është shqiptar, kush je timur pëllëqësirë, more njeri ndyrë që thua nuk është shqiptar Ishulli Sazani, po i kujt është more? I kujt është? Thua ju shqiptarve, se kam deklaratën këtu që ke bërë vetë në anglisht, që po qarkullon video në gjithë botën. I kujt është Sazani? Dele thua ju shqiptarve, mos fol tek televizionet e huaja thua nuk është shqiptar. Po ta majti dile thua nuk është shqiptar. Dil atje fol. Dil more frikacak, more dhjeraman. Zoti Islami, a mendoni se Edi Rama do të përballet me drejtësinë në gjithçka që ka bërë në këto 14 vite qeverisje? Mbasi të rrëzohet dhe drejtësisë t'i vej guri në vend. Unë i bëj një thirrje i LD-s, asaj kolegjes, Këshillit Lart Gjyqësor. Janë me 10 vende bosh në gjykatat e Tiranës, edhe në gjykatat e Tiranës, mirë dhe në gjykatat e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, dhe ka me qindra gjyqtarë dhe prokurorë dhe juristë të shkëlqyer që janë pa punë, punojnë avokat. Prandaj urgjentisht të plotësoj vendet, sepse mali i dosjeve po rritet pafund. Ju bëj thirrje atyre të Këshillit Lart Gjyqësor, edhe të Këshillit Lart Prokurorisë, KLP-s dhe KLG-s. Zotëri, keni në dorë fatet e vendit, mos e quani me shaka këtë që po ju them. I keni ju në dorë fatet e vendit, sepse nëse nuk funksionojnë gjykatat dhe prokurorit, vendi do shkojë drejt luftës civile. Prandaj, stilini mendjes, plotësoni gjykatat dhe prokurorit me personel, mos i mbani vendet bosh, se janë me 10 vende bosh. Vetëm te gjykata Apeli Tiranë janë 35 vende bosh dhe nuk i plotësojnë. Çfarë kanë? Kjo është situata, zotëri, prandaj po flas. Zoti Islami, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun tashmë që gjendet në këtë lloj situate, teksa Spaku ka adresuar një kërkesë të dytë për heqjen e imunitetit të saj në kuvend dhe më pas për t'i hapur rrugën arrestimit? Le mos e u bë bajate ajo punë, u bë bajate, sinqerisht. Po çfarë është një Belinda Balluku dhe në fund po jo mos e përdor si valvur për të shfryrë protestën deri diku. Absolutisht, protesta nuk e ka me Belinda Ballukun, zotëri. Mendon ai e kam fjalën. Jo të mos mendoj fare, po ja them unë. Ne s'kem punë me Belinda Ballukun. Belinda Balluku është një në ndër krimet që ka bërë edhe që po bën ai për ditë. Jo, kemi me atë personalisht dhe me grupin parlamentar të tia. E kemi me ata të jenë të sigur, të gjithë sa janë ata do vënë burë. Pa përjashtim do vënë burë. Por të rëzohen. Basi të rëzohen, basi të bëjmë një drejtësi me të vërtet demokratike, qytetare dhe zbatuese të ligjit, jo të maliqit, dhe jo një drejtësi të korruptuar, siç është për shembull gjykata e Gjirokastrës dhe prokuroria e Gjirokastrës, siç është gjykata ajo prokuroria e Vlorës. Vjen fjala, them unë, se unë këto dokumenta kam në dorë. Pra,
atëherë do shpëtoj populli dhe do shpëtoj nga kjo zgjedhje e ndyrë që na vendosi Londra nëpërmjet Serbisë në 1941 dhe sot e kësaj dite kur ta heqin. Zoti Islami, nëse ikën Edi Rama, pra jep dorëheqjen dhe largohet përfundimisht nga politika, kush mendoni se duhet ta marrë drejtimin e vendit? Do jetë një lider që do dalë nga protesta, do jetë një person që mund të vijë nga jashtë, apo do jenë element apo eksponent të caktuar të Partisë Socialiste? Harrojeni Partinë Komuniste të Shqipërisë të marrë më pushtet në Shqipëri. Ta harrojnë të gjithë. Se s'ka Parti Socialiste Demokratike, ka një Parti Komuniste që vazhdon të drejtojë që nga 41 në Shqipëri. Do qërohen dhe do përmbysen njëre për gjithmonë. Ta di. Kjo është marrë ky vendim atje ku merren vendimet e rëndësishme botërore, është marrë ky vendim dhe ata do qërohen nga pushteti. Pra, do vënë në burg. Kanë bërë njerë Edi Rama do akuzohet në nëjt këtu në Shqipëri, se ka shumë mundësi të ikin Izrael me helikopter, të di mirë. Nga që më thonë, ka vendosur që po e pa që u shtrëngua shumë laku, ai do iki të bëjnë Izrael. Ku e bazoni gjë të tillë? Dëgjoj zotëri, unë nuk kam as vendimet e tij, as qesat e helikopterit, që them do ta martacoj unë. Avion se ato që më helikopter. Ato informacione që më vinë, ato unë i them. Dhe informacionet kuptohet që nuk vinë të tëra zyrtarisht dhe me shkrim. Po vjen tjetri dhe më thonë, avokat, këtë plan kanë ata të partisë tonë, se ishte i partisë tyre. Pra, e njëra gjë ndodh me protestën atje, më thotë dje, një nga ta çunat, ishin dy bashkë në fakt, dhe më thotë avokat, ne na ka dhënë urdhër Shkelzen Berisha të mos afrohesh ti tek qendra e zërit sepse ai e paguon, ai e drejton, ai e financon. Protestën. Nuk ti po, protestën. Jeni sigur që e financon ai? Kështu më thanë. Ata dy nga ata 15-20 veta sa janë ata 30 sa janë ata që më penguan mua që të shkoja të mira mikrofonin, kishin besim dhe respekt për mua dhe unë i falenderoj, jam mirënjohës atyre çunave që po t'i shoh tani nuk u mbajnë më të fytyrën, të them drejtën, dhe më thanë, avokat, kështu është puna, më thanë. Tani të dalë, të na thonë, nëse nuk është kështu, se marrën tjetër medalje, se zëm se ata mos më kanë të vërtetën. Atëherë të dalën thonë kush e paguar, kush e ka vendosur. Kë përfaqësojnë ata që janë atje, ata 15, ata 23 tropojanë sa atje. Si janë gjithë tropojanë. Pra, kështu vijnë informacione zotëri, nuk t'i sjell njëri informacionet me email apo me letër, me shkrim. A lidhet ky pretendimi juaj me atë që ndodhi me vetë Berishën ku Departamenti i Shtetit i hoqi non gratën? Dëgjoj, këtë gënjeshtër mos e përsëri ti të paktën se ndryshe nuk bëjmë më intervista tek ti. Po ka pasur reagim zyrtar të Departamentit të Shtetit për disa media. Ke ndonjë dokument të Departamentit të Shtetit zotëri ose ato mediat kanë paraqitur ndonjë dokument para të vendim të Departamentit të Shtetit? Çfarë bëni kështu more? Pse i gënjeni njerëzit kështu? Po jo, më nuk është gënjeshtër, është reagim zyrtar përmes një njoftimi që ka bërë Departamenti i Shtetit kundrejt mediave që janë interesuar për të mësuar se si është bërë heqja non gratës. Dhe çfarë është thënë? Është thënë që duke marrë parasysh interesat kombëtare në mënyrë bindse për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është bërë një përjashtim në këtë rast sa i përket heqjes së non gratës së Sali Berishës. Pra, nuk kemi një vend. Nuk është për heqjen e non gratës, po është për ta lejuar që të shkojë një në Amerikë të vizitohet. Se kështu ka paguar $6 milion për të marrë atë vizë dhe sot e kësaj dite por ropatet. Por jo heqja e non gratës zotëri, nuk hiqet non grata, hiqeni nga mendja, mos i gënjeni njerëzit. Unë a them me përgjegjësi, ose të na nxjerr ai krye tradhtare, krye hajduti i Shqipërisë, Sali Berisha, mashtruesi më i madh që ka njohur ky kom, të na nxjerr dokumentin që i ka ardhur dhe i thot po zotëri ty të shtekëm non grata edhe të je burri mirë dhe i lirë të hysh në Amerikë. Jo, nuk ka non grata, po të hiqi do jepte denoncon, do të deklaronte Departamenti Amerikan i Shtetit dhe
ambasada amerikane në Tiranë. Këto si janë bërë. Pra, mos i gënjeni njerëz. Mos u bëni ju për gënjeshtës. Edhe sipas njoftimit ka pasur një komunikim mes të ngarkuarës me punë Nancy Van Horn të ambasadës amerikane në Shqipëri dhe kreut Partisë Demokratike Sali Berisha. Gjithsesi me këtë veprim, a mendoni se Amerika mund të risjell Berishën në krye të vendit? Vetëm po të ngrihet babai nga varri, po. Mund të vi. Ose të ngrënë në verin. Bie në verin. Jo, zotrin, nuk bjen më në pushtet Sali Berisha. I gënjen mendja. Nesër vendoset gjithçka në Shqipëri. Që do të thotë? Që do të thotë do përmjëset ky pushtet. Po sa gjasa ka që të rrezohet Edi Rama në kushtet aktuale ku jemi, pra cilët janë ato skenarë që mendoni? Do t'jap dorëheqjen dhe do ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme? Se ka i ndorat punë. Ai vetëm të qorat nga pushteti tjera, pastaj ka kush i rregullon. S'ka gjë më ndoraj. Thash, nuk do kenë më asnjë lloj mundësie të ndikojnë në politikën dhe legjislacionin shqiptar komunist të Shqipërisë. Është marrë vendim, më them, si t'u them, do ta shihni, këtu jemi. Unë e besoj që do ndodhë kështu. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj juve për kërkesën për të diskutuar lidhur me çështjet që na shqetësojnë që të gjithëve, por do t'ju lutem shumë, mos vini në diskutim, thashë theme dhe mashtrime të tipit të Enverit që thoshe jemi vendi më i shkëlqyer më i lumtur në botë. Nuk ka heqje të non-gratës dhe mos i besoni këto gjëra, ose pak të mos i diskutoni. Ata që i thonë dhe t'i thonë, dhe të gënjejnë tërë ditën, dhe të gënjejnë I referohemi njoftimit zyrtar që ka bërë Departamenti Amerikan i Shtetit kundrejt mediave të interesuara për këtë çështje. Juve e keni atë njoftim? Është njoftimi pra që është adresuar disa mediave. Ju personalisht si media, e keni atë njoftim? Nuk i jemi drejtuar konkretisht Departamentit të Shtetit. Atëre drejtori i Departamentit të Shtetit merr njoftimin dhe hajde pastaj ta diskutojmë, jo kështu. Kjo është këshill shoqëror. Kjo është profesionale dhe shoqërore. Patjetër. Po është e njëjta gjë që do jepet për gjitha mediat e tjera, që është dhënë deri tani, kështu që të lutem, jo, të tëra mediat janë të tyre dhe gënjejnë, janë paguar, kanë marrë miliona që të gënjejnë kështu. Po pra, tani i paguan Berisha, deri dje i paguan Rama. Bashkë i paguan, po pse ku dallojnë ata nga njëri tjetri? Jo, zotri. Bashkë janë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.